Egli Tako paralajmëron ndjekësit në një nga fotografitë e fundit. Ku? Çka? Pse? Egli Tako po vazhdon të jetë shumë e komentuar në media, edhe pse kanë kaluar disa javë që nga përfundimi i Big Brother VIP Albania 4. Ajo po përflitet vazhdimisht për raportin me Gjesin e ndër të tjerash edhe për karrierën profesionale. E njëjta duket se ka nisur punën për projekte të reja dhe për këtë arsye ka qenë për disa ditë në Prishtinë. Në një postim të ri të shpërndar në Instastory, Bukuroshja paralajmëron diçka për publikun. Megjithatë, nuk ka dhënë detaje shtesë se për çfarë konkretisht bëhet fjalë. Ku? Çka? Pse? Sonte, ka shkruar ajo. Mbetet për tu parë nëse në këtë ditë do të lansohet ndonjë projekt i ri nga Tako.